Do ja nisim sot me veprimin e gjestit, I cili I ka përplasur Olës në kokë dhe Viserlos në fytyrë një vezë. Nga një vezë e cili do të thënë, jo të njëjtën. Po pse këta pretenduan se nuk ishte vezë? Këta nuk e di, po këta të dy kërkuan eliminimin e gjestit. Po s'ka faj. Shiko, të jemi sinqert, produksioni e ka mbajtur pak më hatër gjestin, ë? Nuk është hatër. Shko ma kohët e fundit ka thonë nuk pëlqen me gjesti. Nuk të pëlqen më? Jo, e ka marrë pak inat. Me thënë drejtën edhe mua ka filluar më bie pak ai. Do shta dhe ai u lodhe dhe vetë ka faj 4 muaj izolim. 5 janë shumë, patjetër. 5 I kishte në fillim, ai po tani janë më shumë. Okej, pra u bën 7,5 atëherë, më keq akoma. Shiko, ka një problem shumë të madh, thotë Sibora. Për shembull, un kam vënë re fansa të ndarë midis Gertës dhe gjestit. Tani, ajo Gerta që është një falso, njëherë unë nuk e diskutoj, po flasim për ata që nuk shikojnë kaq shumë nga brenda, por shikojnë vetëm të jashtmen. Dhe nuk është akademi shkencash aty, si puna e Gertës, më kupton që të dalit të thotë që ti Sibora je drejt, kurse ti Greta je shtrëmbër. Aty duhet të luajmë dhe pjesën e lojës, gjesti e luan në mënyrën më të mirë të mundshme. Sfilatën e bëri. Dakord për këtë. Çmimet I fiton gjithmonë, në përlojra është gjithmonë fituesi, më I shkafti, më I Humor shteti, shkakton në të brenda. Dhe kjo thyerja e vezës po prapë është pjesë e lojës, siç e shoh unë. Shiko. Tani unë jam dakord që këta irritohen po është lojë nervash. Nuk jam për këtë, po shiko. Për të thyer një vezë, ti e godet atë tjetrin, apo jo? Sibora, nuk të ka gjetur ndonjëherë vllai ty me ndonjë vezë? Jo. E sigurt? Po. Mua gjithmonë më thyente në kokë vllai vezë. Po mirë, ne në shtëpi edhe rrihemi. Edhe shtyhemi, ne çfarë bëjmë me motra e vëllezër tani? Apo a janë në një shtëpi tani? Po, ty nuk rrihen se e kanë të ndaluar. Ta prekësh me dorë dikë tjetër, pa dëshirën e ti, është një ndër rregullat që nuk lejohet të thyet. Dhe nëse rikujtojmë, Gjibani e shtyu gjestin, se nuk është se e gjuajtje shumë, po e shtyu I dha një goditje të lehtë dhe ai ra nga aty dhe Gjibani u përjashtua me zarf të zi. Dhe në këtë rast, gjesti ka vepruar njësoj. Hajde dhe me Olën se I pas ka rënë këtu, po Viserlos I ra në fytyrë. Pa problem. Shiko, mua nuk më pëlqen Viserlo. E kam shprehur dhe punë e madhe, po ama veprimi I gjestit dhe mbajtja me hatër e produksionit, pse se është. Si përfundim si e lan? Çfarë më thosh? E çuan në televotim. Po, okay. Ka le them që mbaj pak sa me hatër. Edhe pjesa e kalimit murit, se unë e kam thënë, unë mendoj se gjesti e ka bërë kastile. Jo sepse u mërzit nga shtëpia, por ai ka kaluar një kohë goxha të madhe I izoluar. Dhe duke qenë se shkoi deri në prag të finales të Big Brother VIP Kosovës dhe nuk fitoi, këtu do të provonte syrin e publikut. Pra, mendimi Im personal është se nëse gjesti do të kalonte murin dhe do të përjashtohej, ata nuk kishin ndërmend të jepnin çmimin e madh. Ndërsa fakti që ai nuk u përjashtua, edhe për shkak se theu një ndër rregullat bazë të programit, bën atë të mendoj se për se pas kam shanse të fitoj, kështu që ja vlen ta provoj deri në fund. Okej. Mendoj unë. Ama për pjesën e vezës, sa do lojë të jetë, kështu nuk e justifikoj dot hatër mbetjen. Pavarësisht se unë them që prap dua që gjesti ta fitoj. Po se mos ka ndonjë më të denjë aty. Pikërisht. Nuk është çështja se ne jemi të fiksuar pas atij dhe o burra ta fitoj ai. Ai është një njerëz që është një lojtar shumë I mirë. Ata kanë pranuar edhe vetë pjesëmarrësit e Big Brotherit që unë do doja ta fitonte Danja apo Gerta, por ama lojën po e bën gjesti. Po. Kështu që jemi dakord. Danjën e kishim edhe punonjëse në Bashkinë e Tiranës, shkreta, kur dalin nga Big Brotheri do e kenë hequr nga puna. Si që e shola. Po se nuk e di ajo që kanë arrestuar Lalierin. Mirë, më pëlqen që si karakteri Danjës. Edhe mua më pëlqen Danja. Po pra përfitore ajo është punonjëse në Po pra përfitore nuk... Jo, nuk është pra. Nuk është, ja. Mund të jetë një vajzë e edukuar.